si ne nuk mund të llogarisëm xhepat e qytetarëve të Gjermanisë apo të Evropës. Na do të llogarisëm në xhepat e qytetarëve të Kosovës. Dhe thonë këto, në çdo rritje e çmimit e pamundson funksionalizimin e biznesit, që i bjen që klientat nuk do të vinë. Po kjo do të jetë një pamundësi e pagesave të ndryshme. Tash gjithë secili biznes ka natyra të ndryshme të pagesave, dikush është në kredi, dikush ka shpenzime të natyrave që pak a shumë janë të panjohura shumë shpenzimet e tyre. Edhe një shtesë e madhe e që po flitet që në disa biznese të cilët kanë numër më të madh të punonjësve apo edhe qarkullim më të madh, ajo do të jetë në treg të hapur, ajo do të jetë edhe hala më e rrezikshme për ato biznese. Po me një fjalë mund të them që kjo ndryshim i rrymës elektrike është një thik për vetë qeverinë e Kosovës, se këto llogaritje duhet t'i bëjmë shumë mirë dhe ta llogaris mirë se pas 2 vjetëve ose pas 4 vjetëve edhe sa qytetar do t'i ketë Kosova. Nuk e di ku i shkon për shtati kjo ikje kaq e madhe e njerëzve. Në qoftë se nuk do të ketë ngritje të çmimeve, do të haruani pra këtë aspekt. Ju po më thoni që punëtorët nuk do të keni për t'i paguar dhe do të shkurtoni numrin e punëtorëve. Në qoftë se sot i keni 3 punëtorë, nesër do të shkoni me 2 në mënyrë që ajo pak t'u ambuloj shpenzimet e rrymës. Sigurisht që çdo ndryshim i çmimit në rrymë e pamundson një pagesë e cila nuk e di se si do ta llogarisin gastronomët. Dikush do të gjejë në rrugë tjetër, dikush në zgjidhje të vetën, dikush mund të futet borxhit më të madh. Edhe vjen një momentum i tillë i cili e bjen para një akti të falimentimit, që vetëm në rrugë të ndryshme të Prishtinës, se nuk du t'i bëjnë reklam as një rrugës, mund të shihni prej vitit 2021 e deri sot, ma shumë ka lokale që shkruajnë lokale me qera, se sa lokale që janë të funksionu. Kuj i konvenon kjo humbje e vendeve të punës? Unë nuk e di ku i konvenon. E aq ma pak qeverisë, edhe unë besoj që qeveria do të mendohet edhe një herë mirë para se të marrë masa dhe të marrë një vendim të drejtë për qytetarët e saj, pasi ne të gjithë bashkë e kemi votuar që 2 herë radhazi këtë qeveri që t'i shërbej qytetarëve. Edhe tek e fundit, edhe qeveria shumë mirë e din se përmes qytetarëve të saj mbushen arkat e shtetit. Domthon, qeveria e Kosovës nuk mbjell pare, po ajo i merr paret pe qytetarëve të saj përmes taksave, tatimin pag, përmes taksave, tatimit në burim të bizneset, tatimin mbi vlerën e shtunë, e shumë taksave e cilat lidhen direkt nga taksapaguesit e Kosovës. Domthon, qeveria e Kosovës e din shumë mirë, edhe menoj, edhe besoj, nëse është duke na ndjekur ministri i financave, edhe kryeministri i vendit, që ta thrasin mendjen bashkë me ZRE-n, që ndryshojnë vendim, pasi që kjo më së shumti i godet qytetarët, e pas qytetarëve edhe vetë buxhetin e shtetit, se ne nuk mund të garantojmë që gjithë këta njerëz do të kenë vendet e punës. Okej, tani Zoti Millaku, qeveria e Kosovës përmes 2 deklaratave që i ka dhënë 2 ministrit ndryshme, në një farë mënyre ja bëjnë aminin kësaj farë rritje, do të thonë bukfalisht me fol. Përveç që Ministria e Ekonomisë ka kërkuar që të mos prek ambisnit më pak se 800 kWh. Do të thonë ata që nuk kanë çka harxojnë, të tjerët s'ka problem. I bie që juve do t'ju rritet çmimi. Sigurisht do t'i rritet çmimi edhe aty në bizneseve të cilat kanë punonjës ndër 50 punëtor, e do t'i rritet edhe shumë më shumë bizneseve të cilat kanë mbi 50 punëtor ose 10 milion qarkullim. Në ekonomi të tregut nuk duhet llogariten gjanat me atë synin kritik ose me atë synin e pa informuar të zyrtarëve të shtetit. Duke i pa